Fermerët po zhvendosen gjithnjë e më shumë nga blegtoria drejt bletarisë për shkak të kostove më të ulta dhe fitimeve më të larta. Teksa numri krerëve në blegtori gati është përgjysmuar gjatë dekadës, numri koshereve është rritur me 105% ndërmjet vitit 2014 dhe 2024, sipas të dhënave zyrtare nga Instat. Numri total i koshereve në vendin tonë gjatë vitit 2024 arriti në 587.3 të dhëna tregojnë se Vlora rezulton të jetë qarku me rritjen më të madhe. Pas Vlorës, qarqet me rritje të konsiderueshme ishin Durrësi me 20%, Dibra me 17%, Fieri me 15%, Lezhë me 13%, Korça me 9%. Në të gjitha qarqet, numri koshereve erdhi me rritje në vitin 2024, përveç Gjirokastrës, e cila pati një rënje të lehtë me 0.2%. Zhvendosja e fermerëve shqiptar nga blegtoria tradicionale drejt bletarisë është trend, pasi sipas fermerëve bletaria është më tërheqëse dhe më pak riskuese. Një bletar mund të menaxhojë me sukses 10 koshere vetë, ndërsa blegtoria kërkon një sipërfaqe të mëdha kullotash, stalla, punonjës të përhershëm dhe kostot e ushqimit janë të larta. Një koshere prodhon sasi të konsiderueshme mjalti deri në 15 kg dhe produkte të tjera si propolis, polen, dyll që çdo vit kanë rritje çmimi në treg. Fermerët shprehen se sektori i blegtorisë është më i lodhshëm dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe më pak i përshtatshëm për familjet ku të rinjt kanë emigruar, ndërsa bletaria është më fleksibël, lejon kohë për aktivitete të tjera dhe është më e lehtë për të menaxhuar nga persona të moshuar. Krahasuar me blegtorin, bletaria nuk ka më nevoja intensive për shërbim veterinar apo kontroll të përhershëm shëndetësor. Në një kohë kur bujqësia dhe blegtoria po përballen me sfida të mëdha, bletaria po konsiderohet si një alternativë premtuese dhe më e lehtë për t'u përballuar nga fermerët shqiptar.